Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Në këtë podcast do të kemi bashkë bisedime me të ftuar, ku do t'i përgjigjemi pyetjes: çfarë do të thotë për ty të jesh një shenjtor i ditëve të mëvonshme? Unë jam Gjoni Myrtaj. Dhe unë jam Enida Rama Alushaj. Mirë se erdhët. Le të fillojmë. Përshëndetje miq të dashur, mirë se keni ardhur në podcastin Shenjtorët e Shqipërisë, një podcast në Shqip, ku do të njohim kush janë shenjtorët e ditëve të mëvonshme në Shqipëri e kudo në botë. Ky është episodi jon tani më i 50. Unë jam drejtuesi i këtij emisioni, Gjoni Myrtaj, dhe jam këtu së bashku me bashkëdrejtuesen Enida Rama Alushaj. Përshëndetje Enida. Përshëndetje Gjoni, përshëndetje dashur miq. Në fund jemi në një episod tjetër bashkë me ju. Ne ju ftojmë si gjithmonë që të vazhdoni të na mbështesni, bëni like, vazhdoni ndiqni episodet e reja sepse do njihni të ftuar vërtet mrekullueshëm. Edhe nëse keni bërë, mund të bëni subscribe edhe mund të na dëgjoni gjithashtu në Spotify dhe në Apple Podcast. Patjetër. Gjithashtu duam të falenderojmë dhe skuadrën e Shenjtorit të Shqipërisë podcast për punën e tyre të mrekullueshme. Kështu që vazhdoni të na mbështesni siç e tha Anida, duke na parë gjitha video, duke na bërë subscribe. Është mbështetja më e madhe që kërkojmë nga jush. Dhe sigurisht nëse ju doni të merrni pjesë të ftuar, do t'ju themi në fund të këtij podcasti se si mund të na komunikoni për interesin tuaj. Okej, Anida, mua më kanë thënë që i ftuari i radhës është nga një qytet shumë i bukur i Shqipërisë. Edhe mezi po pres të dëgjoj nga historia e tij. A mund të na prezantosh, lutem? Po patjetër me kënaqësi. I ftuar jonë është Sabrian Cani, ose siç e njohim ne Ani. Ka lindur në Tiranë, por është njohur me kishën në Greqi dhe është pagzuar në Durrës. Ani ka shërbyer një mision në misionin e Adriatikut Jugor, pra në Shqipëri, në vitet 2015 deri në 2017, dhe pas misionit u shpërngul në Itali, ku u njoh dhe me bashortin e tij. Tashmë Ani është babai një vajze të vogël dhe bashkë me familjen e tij të bukur jetojnë në qytetin e Durrësit. Ani, mirë se erdhe. Mirëmbrëma juve dhe faleminderit për ftesën që më bët që të vi në këtë emision. Dhe në fakt ju përgëzoj për emisionin që ju jeni frymëzuar për ta bërë. Faleminderit, ne jemi shumë të lumtur që ke ardhur edhe do bëjmë një bashkëbisedim bashkë. Faleminderit juve. Okej, Ani, le të fillojmë atëherë. Çdo pyetje që ne i bëjmë të ftuarit fillon me vendlindjen, sepse mendojmë që aty është, si thua, fillesa, zanafilla e çdo personi, kështu që unë jam interesuar që me fjalët e tua të na thuash si ka qenë vendlindja jote në Tiranë, si e rritur dhe a ke ndonjë kujtim që do të ndash me ne? Fëmijëria ime ka qenë pak a shumë si shumica e shqiptarëve në atë kohë. Unë u lindëm në Tiranë, jetuam atje për 4 vjet dhe më pas u shpërngulëm në Greqi. Po ajo që unë mbaj mend nga fëmijëria ime dhe që kam memoria akoma dhe sot, domethënë, janë pavarësisht se unë isha dhe nipi i parë nga ana mamas, domethënë nga ana e nënës nga mamaja, dhe isha më i privilegjuar, le të themi, çdo gjë që doja e kisha, dhe kështu që unë kam kujtime shumë të bukura në fëmijërinë time. Unë madje jam surprizuar Ani që ti ishe nga Tirana, sepse duke ju njohur mendoja që ti ishe lindur edhe rritur në Durrës, kështu që u surprizova nga kjo. Po shikoj edhe një foto. Po, këtu jam unë dhe kushëriri im. Sot i kemi ndryshuar ato gjatësitë, ai është më gjatë se unë dhe unë jam më i shkurtër se ai. Po këtu jemi kur të dy familjet tona që jetonin afër, pra, ishim së bashku dhe kalonim shumë kohë së bashku. Dhe kjo ishte e bukur e asaj kohe, mendoj unë, domethënë, dhe që kam kujtime të bukura është nga që kalonim shumë kohë së bashku edhe e donim njëri tjetrin realisht. Unë nuk e di për ty, Sabrian, por unë kur mendoj për fëmijërinë, është shumë e vështirë që të mbaj mend çfarë ka ndodhur, sepse në ato kohë ishte shumë e vështirë të kishe fotografi, sidomos fotografi me ngjyra, sepse të gjitha ishin bardhëzi, edhe janë kujtime shumë të bukura që ti mban mend akoma edhe i ndan me ne.
Çfarë mësimi ke mësuar ti, Sabrian, normalisht me emigrimin, se ti the na shpjegove që emigrua për një farë kohe në Greqi, çfarë ke mësuar për këtë periudhë që ti u shkëpute nga Shqipëria me familjen tënde? Po ashtu si çdo familje në atë kohë, domethënë emigronte për një jetë më të mirë, sepse donte më të mirën për familjen e tij ose të saj. Po ajo që mendoj unë për emigrimin dhe se si ka ndikuar në mua emigrimi, duke qenë në një vend të huaj pra, dhe nuk e di pse në të gjitha këto vende që unë kam udhëtuar, pra që s'kan qenë shumë, po gjithsesi në vende të ndryshme që kam udhëtuar, kanë lënë gjurmë në jetën time, sepse besoj që nuk ka qenë rastësishme ajo shkuarje atje. Ndoshta, domethënë, në atë moment mund ta quanim që thjesht nga ana monetare, sepse skemi, duhet të shkojmë për të patur një jetë më të mirë, por realisht domethënë gjitha këto gjëra, gjitha këto eksperienca janë për të mirën tënde, thot Perëndia. Edhe kjo skamja në jetën time sot ka ndikuar si një bekim, sepse unë ja di rëndësinë diçkaje më të fuqishme në këtë moment. Kështu që besoj që çdo vend që unë kam shkuar si në Greqi, si dhe në Itali, në emigrim, ka qenë një pjesë e fortë e marrjes së një dëshmie sot, aktualisht që me të vërtetë është plani i Perëndis. Shumë e vërtet kjo. Ndonë se ne nuk i mbajmë mend, si thua, ato eksperienca që kemi kaluar, ku kemi qenë fëmijë, është patjetër ajo që ti është parimi i sakrificës, e dim që prindrit tanë bëjnë shumë për ne. Gjithashtu dhe unë me familjen time emigruan kur ishim të vegjël. Edhe unë nuk mbaj mend asnjë gjë, të them të drejtën, kam qenë pothuajse 1 vjeç, 2 vjeç, diçka e tillë, por ku po shpjegoj ti, domethënë, e kam parasysh, domethënë, kur je fëmijë, çdo sakrificë, çdo gjë që bëhet për ty nuk i mban mend, por ke atë mirënjohje ndaj familjes. Dhe besoj që ti ke një marrëdhënie shumë të afërt me familjen tënde, apo jo? Plotësisht, absolutisht po, sepse janë ata realisht që unë jam këtu sot, edhe fal atyre, fal sakrificës, siç ti e the, pra fal gjithë atyre dedikimeve të kohës, të dhuratave, të talenteve, të gjitha kam për të mundur këtë anin sot. Është vërtet, Ani, ndoshta ti ke qenë mision atë periudhë, po mbaj mend, kam shumë respekt për familjen tënde. Kam fjetur një natë të shtëpia jote, sepse ishte një program, një aktivitet, një mini mision i vogël. Më duket se ishte për 3 ditë në atë periudhë, edhe unë isha shoqe e misionit, si thua, me motrën tënde Anën. Edhe në atë kohë ne kemi fjetur te familjet antarët në Durrës, edhe unë qellova te familja jote, po vërtet jam ndjerë kur isha në shtëpinë time, kam qenë një ndoshta 18-19 vjeç atëherë, goxha e turpshme, po më ka mbajtur shumë afër edhe vërtet u ndjeva shumë mirë, edhe vërtet jam plotësisht dakord me atë që thua, sepse janë njerëz shumë të mirë dhe shumë dashur. Edhe jam e bindur që kam bërë më të mirën me ju duke ju rritur si fëmijë dhe kanë qenë prindër të mrekullueshëm. Do doja pak që të na tregoje se si e njohur me kishën në Greqi, kush ishte i pari që si thua, më influencua nga mësimet e misionarëve, apo ishte i gatshëm që të bashkohesh dhe të pagzohesh me kishën? Në fakt, historia është interesante. Çdo histori është interesante. Po besoj është shumë interesante se si ne u njohëm me kishën atje. Ne jetonim në një apartament në pallat, e ishim katin e parë. Edhe në katin e parë, në atë kohë, erdhën 2 misionar, jo për ke shtëpia jonë, domethënë ata rokitën që të pyesnin a jetonte më një familje në atë pallat, apo kishte ikur, apo ishte larguar, edhe ajo familje ishte shqiptare, por ata erdhën dhe pyetën,
a jeton më kjo familje këtu. Babai im është një burr shumë zemërmadh, jashtëzakonisht shumë zemërmadh, edhe i ftoi direkt brenda. Edhe aty ishte hapi i parë me misionarët. Dhe si për ironi të fatit, domethënë, ajo familje nuk ishte më atje, domethënë, në atë pallat. Edhe ndërsa ata flisnin, unë isha shumë i vogël dhe shumë, domethënë shumë pak fjalë apo çfarë u tha aty mbaj mend, por mbaj mend vetëm i shikoja ato dy misionarë, njëri ishte nga Hollanda dhe njëri ishte nga Gjermania, edhe mbaj mend që vetëm i shikoja dhe i shikoja, domethënë atë mbaj mend asnjë fjalë se çfarë u tha atje. Po mbaj mend që vetëm i shifsha gjithmonë dhe i shifsha me një dritë. Domethënë sytë e mi ishin domethënë sikur po shikoja diçka që se kisha parë ndonjëherë, edhe që ata ishin njerëz si unë, domethënë, edhe si familja ime. Dhe ishte babai im pra që u influencua edhe i ftoi ata misionarë që të vinin në jetën tonë. Duket sikur Ungjilli ka ardhur në kohën e vendin e duhur, por jo mendon ti kështu? Është vërtet. Është vërtet. Po pse, më fal se të ndërprerva, po pse mendon që ishte koha e duhur në atë periudhë? Po sepse nuk e di, po unë nuk besoj në rastësi. Sot që po flasim nuk besoj në rastësi. Besoj që mamaja ime në atë kohë ka qenë shumë e dëshpëruar, sepse sa kishte humbur vllajën e saj. Një vllaj 29 vjeç, një aksident me makinë. Edhe erdhi pikërisht një vit më vonë ky ungjill në jetën tonë. Por do të thoja edhe jo vetëm, sepse me vërtet mamaja ime nga ky ungjill ka qenë shumë e bekuar, domethënë dhe ka ndryshuar jetën e saj në brenda 3 viteve gjatë kohës që mamaja ime merrte mësime. Edhe ishte si nata me ditën, domethënë si ishte mamaja ime dhe se si ishte mbas 3 vjetësh, është si nata me ditën, domethënë nga mënyra e sjelljes, ajo gjithmonë ka qenë shumë e dashur, shumë e mirë, por një sjellje e nuk e di se si ta shpjegoj me fjalë, por ishte një që të sillte shpresë kur fliste dhe të sillte një dritë. Dhe këtë ndryshime mbaj mend nga mamaja ime, domethënë. Unë mamën time e shija gjithmonë si një vuajtur, pra që ka vuajtur. Mbas ti ungjilli, ajo mori zemër, mori forcë, mori një shpresë më të madhe. Edhe kështu që besoj që hapi më i parë dhe bekimin më të madh në atë kohë ka marrë mamaja ime nga ungjilli. Është e vërtetë, më pëlqeu shumë kjo që the se duket sikur kur ne njohim ungjillin sikur tjetërsohemi edhe bëjmë më të mirë dhe me plot shpresë, siç the ti. Adi do dohet na ftisje pak edhe për pagëzimin, se ti u pagëzove në Shqipëri pastaj apo jo. Na trego pak si ishte ky rrugtim për ty dhe çfarë të bindi që të pagëzoheshe. Ne po, siç ti e the, 2 vite më pas domethënë ne u rikthyem, sepse vendosëm që të kthehemi këtu në Shqipëri. Po direkt u njohova edhe këtu me kishën, u njohëm pra se mami dhe babi na rekomanduan pra që të vinim këtu, edhe u njohëm me kishën këtu direkt, që të ditën e parë shkuam në kishë, domethënë unë dhe mota, se mamaja dhe babai ndetën dhe 6 muaj atje, se kishim për të mbyllur punët e tyre, kishim për të bërë gjëra që në atë kohë nuk i dija, domethënë që pse rrinin atje, po gjithsesi ishin këto domethënë mbylljet e jo të llogarive, jo të punëve dhe jo të njërës dhe tjetrës.
e gjeta direkt kishën këtu, erdhëm këtu, një mikpritje e jashtëzakonshme nga antarët në atë kohë, një familje e re, pra, një familje që sapo kishte ardhur nga emigrimi, 2 kalamaj, të vegjël, sepse isha unë dhe motra, unë isha më i madhi nga të dy, edhe unë isha 9 vjeç, gati, po erdhëm, morëm të vendimin, edhe faktikisht që kur pash mami, kur u pagzua edhe babin në Greqi, më erdhi një ndjesi, sepse unë isha pagzuar dhe më përpara në kishën ortodokse, domethënë sepse atje që të ishe një lloj me të tjerët, duhet që patjetër të ishe ortodoks, domethënë ishte një kusht, le të themi, në mbarvajtjen e civilitetit, nuk e di, po ishte shumë e fortë në atë kohë kjo pjesa e fesë në Greqi, u donte që patjetër, ose nëse nuk kishe pjesë e tyre, do të shifshe gjithmonë si njëri ndryshe, si një njeri, edhe unë e pash të ndryshimin që në ditën që unë u pagëzova në fen ortodokse, pra, domethënë. E bëm jo për besim, po e bëm thjesht që të ishim si gjithë tjerët, që mos më shihnin si një njeri jashtëtoksor, pra. Edhe mora dhe emrin në Greqi, por domethënë ishte gjithmonë në dëshirat e mia që të bëja edhe unë ashtu siç mamaja ime bëri. Doja që të ndiqja shembullin e tyre, pra, mamas dhe babait tim. Është interesante që pavarësisht domethënë rrethanave që ti ke jetuar, si thua, fryma e shenjtë ose shpirti i shenjtë ka drejtuar ty tek kisha, te Ungjilli i Jezu Krishtit, duket sikur ka qenë, si thua, qëllimi i Perëndis për të sjellë ty pranë ti. Edhe më bëri përshtypje edhe kjo fakti që the për pagëzimin, se edhe unë jam pagëzuar në kishën ortodokse, po kam qenë një foshnjë, nuk e mbaj mend fare, po e di që më kanë vënë një emër, dhe emri i pagëzimit tim ka qenë Joanis, nuk e di nëse ti mban mend emrin tënd? Po, unë mbaj mend, dhe ka qenë Jorgos. Jorgos, ja, shkon ti. Jorgos. Po, janë emra klasik. Po. Edhe është shumë e çuditshme sepse kur erdha në këtë fe, në kishën e Jezu Krishtit, pra të shenjtorëve ditë të mëvonshme, edhe kur më thanë për pagëzimin, unë i thash atyre, unë jam pagëzuar, pse do të pagëzojmë përsëri? Edhe pastaj duhet që të mësoja vërtet çfarë është pagëzimi, edhe ne pagëzohemi me ndërgjegje të plot, sepse kur je një foshnjë, nuk di çfarë bën apo jo. Dhe prandaj duhet pagëzimi të jesh në një moshë ku ti e kupton atë, si thua, beslidhjen që do bësh, zgjedhjen për të ndjekur Jezu Krishtin, është shumë e rëndësishme. Ti e preke pak këtë temë, Ani, po doja të flisje pak më shumë për antarët, për lagjin që ti e rritur në lagjin e Durrësit, ne konsiderojmë lagjin e Durrësit si një lagje të fuqishme, por edhe të bukur, sepse është afër detit, normale. Po na fol pak me fjalët e tua, si e ke ndjer ti mikpritin tënde në kishë? Në fakt, nëse jam i njohës për një gjë nga të gjitha ato vuajtjet e mia që unë kam kaluar gjatë gjithë kësaj kohe, pra më mbas pagëzimit, ka qenë dashuria e antarëve që më kanë dhuruar, sepse më kanë mbajtur afër, më kanë dhuruar realisht, domethënë një dashuri, mbaj mend antar që s'janë më, domethënë qoftë edhe se kanë ndruar jetë, apo edhe njerëz që janë në emigrim, edhe i mbaj mend akoma dhe sot, edhe e ndjej akoma atë dashuri që ata më kanë dhuruar në atë moment. Edhe ishte pikërisht kjo, pra, që le të themi që nëse do ta përshkruaj me shumë pak fjalë, është unë ndjej realisht, domethënë sikur ishe pjesë e një familje më të gjerë se sa familja jote. Edhe kjo, domethënë, gjithmonë në mendjen time ka ngelur gjithmonë.
dashuria e antarëve që më kanë dhuruar, pra që në hapat e para të mia të ungjillit, edhe deri në momentin e uleve dhe të zbritjeve të mia që kam pasur në këtë ungjill. Por generalisht ishte kjo ngrohtësi që ka mbajtur dëshminë time edhe fuqinë time si një antar dhe si një njeri, mund ta them, domethënë me mikpritje dhe me dashuri për të gjithë njerëzit. Po, shumë e vërtetë, domethënë jemi mirënjohës ndaj shenjtorëve të ditëve të mëvonshme në çdo lagje, në çdo njësi, sepse e dim rëndësinë e të pasurit, si thua, mbështetjen e tyre, jo më pak pse ne konsiderojmë njëri tjetrin si motra dhe vëllezër, se mendojmë që jemi të njëjtës familje, shenjtërore, të njëjtës familje, të ardhur nga Perëndia dhe po, e vlerësoj atë që ti the, mbështetja është shumë e rëndësishme. Ti na ke thënë Ani se për një farë kohe besimi jot u lëkund edhe tu desh pak a shumë që të largoheshe për pak kohë nga kisha. Mund të na shpjegosh pak me fjalët e tua në çfarë të bëri që të ktheheshe përsëri në besim? Po, ka qenë një kohë shumë e gjatë faktikisht e kësaj të uljes time. U desh shumë kohë që unë të rikthehesha, edhe dhe them të drejtën, ka qenë një farë kohë prej diku ke 10 vjet, domethënë që unë pakzova dhe për 10 vjet unë nuk i ndiqja, pra domethënë asgjë nga këto gjëra që unë kisha mësuar, nuk isha interesuar, le të themi, edhe pse në aktivitetet e tyre shkoja, domethënë dhe i ndiqja, domethënë edhe bëja disa gjëra, edhe pse isha i denj në asnjë mënyrë që të isha aty për shkakun. Por ka qenë një kohë shumë e vështirë në jetën time ajo gjë, sepse mendoja që i kisha të gjitha, mendoja që i kisha, domethënë isha një djalë rebel, isha një djalë domethënë që nuk i pëlqenin rregullat, e themi, një djalë që donte që të bënte gjithçka me forcën e tij, donte që të kishte atë çfarë dëshironte në atë moment dhe jo të priste, edhe që unë mundoja, edhe pse s'kisha mundësi familja që të ma jepte atë gjë që unë doja, unë do ta gjeja mënyrën dhe ta asajoja vetë atë gjë, dhe ta merja atë gjë, edhe pse në mënyra shumë të gabuara, por edhe ka qenë shumë kohë e rrezikshme, do thoja, kjo në jetën time. Ishte domethënë ka pasur dhe faza, domethënë që edhe në rrezik, ndoshta edhe me jetën, domethënë luaja në atë moment, sepse isha i ri, kisha këtë ndjenjën e frikës, kisha këto gjërat. Po ishte një moment shumë i vështirë, mund ta them, edhe gjëja që realisht më ka kthyer dhe që e ka forcuar pra këtë besimin tim ose ndjenjen për të besuar diku, ishte mendova më shumë rreth familjes. Unë isha në një familje, por unë nuk bëja pjesë me ta, domethënë pra në asnjë hall që aty u thoshte, unë nuk kisha pjesë e tyre, në asnjë vendim që u merrte, unë nuk doja që t'i dëgjoja këto hallet. Edhe kjo bëri që në zemrën time të ketë një vend shumë të thellë familje, sepse unë kisha jetë, kisha shoqe, kisha shok, edhe para kisha, pra në syrin e botës unë i kisha të gjitha, por realisht brenda vetes isha bosh. Isha bosh edhe zemra ime sikur donte diçka më shumë. Donte një dashuri që se kish provuar ndonjëherë. Dhe jo dashurinë jo sinqert si zakonisht ndodh me miqt apo me shokët tanë. Edhe kjo, domethënë, më bëri të forcohem dhe të rima këmbën.
Ne jemi shumë të lumtur që ti ke zgjedhur që të jesh aktiv në Kishë dhe të kthehesh. Ti madje ke shërbyer një mision në Shqipëri. A mendon se të shërbyrit në Shqipëri ka dhënë ndoshta një këndvështrim më të gjerë apo ke më shumë respekt dhe dashuri për vendin tënd? Besoj që po, sepse edhe në fakt tira e misionit tim ishte një mrekulli në fakt, sepse kur mora thirrjen e misionit, shumica e misionarëve sa e marrin atë letrën e misionit të tyre, 98% e tyre apo 99% e tyre e kanë të shkruar që do ketë një MTC në filan vend, në Gjermani apo në Amerikë apo në një vend tjetër. Por në thirrjen time të misionit, dhe kur më erdhi letra, ishte që ti nuk do të kesh një MTC. Domethënë, do shkosh direkt në fush, pra, domethënë. Edhe faktikisht në atë kohë nuk e se dija pse, por sot e di pse. Dhe në atë moment e quaj veten si përgatitur, pra, ishe i përgatitur, shkoj direkt, nuk kisha këto probleme. Por realisht ishte komplet e kundërta, domethënë që nga që nuk ishe i përgatitur, duhet që të bëja kështu. Edhe se me fakt, nëse mund të flas pak rreth kësaj, që në 12 ditët e para të misionit tim, u kam dashur që ta lej misionin tim 3 herë, edhe të 3 ato herët u kam qenë domethënë 5 minuta larg shtëpisë time. Domethënë që ta leja misionin tim. Edhe nëse e kthen kohën pas dhe shikon letrën dhe mendon që pse jo një MTC, ishte pikërisht kjo, sepse nëse unë do të isha në një MTC, nuk do kishte më herë dytë dhe herë të tretë. Apo s'do të vazhdoja. Do ishte vetëm një herë. U ktheve, s'ka më. Mbaroi. Por fakti që ndodhi kështu dhe unë jam shumë i njohur që ndodhi kështu dhe jam shumë i njohur sa tip apostulli që realisht ka ndjerë shpirtin e Zotit që t'ishte kështu. Është sepse më ka bekuar mua ky mision dhe ka ndryshuar jetën time në një mënyrë të jashtëzakonshme. Edhe se histori e bukur. Për të përgjigjur asaj pyetjes, domethënë që atë bën që të kesh më shumë respekt për vendin tënd. Besoj që është vërtet që po, sepse ti i njeh këta njerëz, ti i din hallet e tyre. Ti ashtu si se ata kanë vuajtur, edhe ti ke vuajtur. Kështu që në një farë mënyre një connection, një lidhje shumë e fortë është mes teje dhe këtyre antarëve që ti po mëson, ose qoftë edhe jo një antari, po e një kërkuesi. Është e mrekullueshme, domethënë se si shpirti i Zotit funksionon në dy njerëz që nuk njihen, por nëse ai shpirt është një lloj, dhe nëse shpirti i Zotit është aty, është pamundur që mos kesh respekt ndaj atij njeriu dhe ndaj këtij vendi që ti po shërben. Edhe jemi shumë rinjohë se ke shërbyer këtu, se jam e sigurt që ke bërë ndryshim, se duket që në jetën tënde misioni ka ndryshuar shumë, edhe jam e sigurt që këtë ndjenjë ka qenë edhe të njerëzit. Pam një foto që ti kishe bërë një pagëzim. Jam kurioze, a mban mend sa persona ke pagëzuar ani? Në fakt, i mbaj mend të gjitha ata me emra që u kam pagëzuar, edhe kanë qenë diku ke domethënë ata që kam mësuar unë janë 14, por
Nëse ka pasur edhe sa që më kanë thënë hajde më pagëzo, domethënë ajo si isha mësuar unë, po gjithsesi doni që të pagëzoja unë. Dhe nuk e di pse ndodhte kjo. Po janë diku ke nëse i marr të gjithë, domethënë qoftë nga thirrjet e mia të mëparshme dhe deri tani dhe në mision janë diku ke 47, nuk e di. Wow, po prisja më pak. Goxha në më i lartë. Një gjë tjetër që doja të të pyesja, a ka ndonjë mësim që ti e ke nxjerr nga misioni që e konsideron të rëndësishëm dhe që përpiqesh ta jetosh edhe sot e kësaj dite? Janë shumë mësime që kam nxjerrë nga misioni. Janë shumë, po një nga ato që do të theksoja është shpresa për të qenë një njeri më i mirë edhe për të bërë gjën e dur, do ta forcoj një njeri, do t'i japi atij të forcën edhe drejtimin e dur. Dhe këtë jam duke thënë sepse në misionin tim ishte një eksperiencë që s'do ta harroj asnjëherë. Isha në fundin e misionit tim dhe në fundin e misionit tim isha në Elbasan, kam shërbyer si fund në misionit tim. 6 muajt e fundit. Dhe diku nga mesi i misionit që kisha aty, duke ecur rrugës me shokun tim. Ishte kohë Krishtlindjesh, kohë e fortë pra, e ftohtë, më falni. Ishim duke parë një njeri shumë të varfër dhe shumë të kishte ftohtë pra, dhe ishte vetëm, ishte edhe natë errësirë, ishte se u rrësonte shpejt. Edhe duke kaluar aty, edhe rastësisht ai vetë na foli ne. Ai vetë na foli dhe tha, "O, ç'kemi djema, si e kalut?" E neve shkuam e përshëndetëm e tha, ju përgëzoj për këtë punë që bëni, sepse jepni një dritë, jepni një shpresë. Edhe nëse do ta shihje atë njeri dhe e më kujtohet akoma dhe sot ai njeri, ai nuk kishte një këmbë. Ai nuk kishte sy unë të djathtë. Nuk kishte një familje. Ishte vetëm. Jetonte në atë park që ishte aty. Edhe gjithsesi ai na tha, ju përgëzoj djema sepse jepni një shpresë. Dhe në vend që të jepnim ne shpresë atij, ai na thoshte ne, por ju mos u mërzisni djema, thoshte, sepse një ditë e mira do të vi. Dhe një ditë këto të këqija që po ndodhin, do të përfundojnë. Edhe kjo është një eksperiencë që do ta harroj asnjëherë. Unë kisha të gjitha, isha domethënë i kompletuar nga çdo anë atë moment. Edhe ai njeri që në sytë e mi s'kishte asgjë, ai kishte më shumë se sa unë dhe kishte një diçka që unë s'mund ta imagjinoj dot. Kishte atë forcën dhe shpresën për të qenë edhe për të bërë gjën e dur. Dhe kjo eksperiencë ka ndryshuar gjithë misionin tim në atë kohë që kam mbetur dhe gjithë jetën time sot. Është shumë frymëzuese kjo historia, sa pabesueshme të që disa njerëz mendoj që suksesi të jetuar një jetë lumtur është të kesh shpresë dhe të jesh pozitiv dhe të kërkosh gjithmonë të mirën dhe pozitiven, sepse ka shumë njerëz që ndoshta i kanë gjitha, por nëse i humbet shpresa edhe pozitiviteti dhe shikojnë gjërat negative, ato nuk janë të lumtur edhe nuk është ajo drita që ti the. Shumë histori e bukur. Një gjë, kur ti po flisje Ani që nuk ishe shkuar në MTC, mendimi im i parë ishte që po si është përgatitur për rutinën e ngjeshur të misionarëve, edhe ndoshta mund ta flasësh pak për një pjesë preferuar të rutinës si misionar, cila ishte kjo pjesë e preferuar të rutinës si misionar dhe pse është e preferuar jote?
Një nga rutinat që mu pëlqente gjithmonë ishte studimi, shkrimet të shenjta në mëngjes. Ishte diçka që unë e bëja me shumë kënaqësi. Ishte një kohë shumë e vyer për mua, sepse në në atë moment unë merja, domethënë atë një orë që unë në fillim ishte 2 orë, sepse ishte një misionar i ri, po unë merja 1 orë nga dita duke studiuar, domethënë shkrimet e shenjta dhe studiuar realisht. Unë në misionin tim kam studiuar jashtëzakonisht shumë. Unë më para misionit tim s'kisha lexuar asnjëherë një libër, domethënë kisha veç disa shkrime nga libri mormonit kur unë u ktheva në besim, pra që më bën të kthehem në besim, por domethënë unë realisht nuk kisha studiuar ndonjëherë, sepse edhe ishte një kohë që unë se kisha imagjinuar dot që mund të mësoja aq shumë gjëra në një kohë kaq shkurtër siç janë 2 vjet, por ai 1 orë si çdo ditë e kualifikonte ditën time që të ishte sa më shpirtërore dhe sa më suksesshme me njerëz, suksesshme. Unë suksesin nuk e mas se sa kam pagzuar, apo sa kam mësuar, apo sa, por suksesi ishte që ti atë ditë ishe i përgatitur që t'jep dikujt qoftë një copës të asaj njohurisë që ti ke dhe asaj dritës, asaj shpresës që fola pak më parë, dhe asaj të dashurisë që Perëndia ka për gjithë ne. Edhe ajo kohë, 1 orëshe, mua më bënte shumë mirë në veten time. Mendoj që është e nevojshme që ne ta kemi gjithë të, ndoshta jo 1 orë, se për disa njerëz mund të jetë shumë, po studimi ose fillimi i ditës me shkrimet e shenjta mendoj që është të tjetërson jetën dhe ta bën më të mirë, dhe është një mësim shumë i vlefshëm, kështu faleminderit. Me sa që na ke informuar, Ani, pas misionit tënd ti u shpëngule në Itali, aty ku familja jote aktualisht jetonte, pas kishte vendosur të jetonte një jetë sa më të mirë. Si mund të na përshkruash jetën tënde pas misionit në një shtet të huaj, edhe si ka qenë, si thua, jeta jote në qytetin e Italisë, apo përshtate me njëherë, apo ishte vështirë për ty? Në fakt, ashtu siç ndodh zakonisht kur je në mision, thuaj që unë do jetoj në Shqipëri, dua që të rris do të rris kishën atje, sepse kështu ndihesh realisht. Por unë kur lash misionin dhe kur mbarova pra misionin dhe shkova në Itali ku familja ime ishte shpërngulur dhe kishte shkova atje dhe i gjeta në një gjendje të mjerueshme, mund të them realisht, domethënë. I gjeta në një kohë shumë të vështirë. Nuk e besoja që do të jetoja në Itali, në mes të Italisë, në atë lloj kushtesh, domethënë. Edhe isha gati që t'i thoja mamas dhe babait tim, thosha, po një sekond. Ne në këto kushte që jemi më mirë në Shqipëri se sa erdhëm këtu, domethënë, sepse ne s'kishim një dush, pra, ne e ngrohnim ujin në mes Italisë, të ngrohesh ujin me tenxhere edhe të lahesh me kështu, me xhezve. Edhe ishte një kohë që unë thash, një sekond, pse po ndodhi gjithë kjo? Pse është duke ardhur kjo kohë kështu, dhe me shumë lutje realisht. Me shumë lutje edhe dyshim në veten time që një sekond, apo bën gjën e duhur që po rri këtu, apo duhet shkosh atje. Dhe dëshmit vinin në jetën time gjatë asaj kohë që thoshin, je duke bërë gjën e duhur, thjesht duro dhe pak. Edhe kjo domethënë s'ka qenë planet e mia kjo gjë, fare. Por me sa duket, po siç ndodhe realisht gjithmonë, është që planet e Zotit janë ndryshe nga ato që ti bën, edhe që janë më të mira.
Po, mendoj që eksperjenca që ti ke patur në Itali, si thua, pas si misionit tënd, ka qenë eksperjenca që ti ke patur nevojë për të rritur dhe ndoshta edhe për të përjetuar ato bekimet që Perëndia rezervon për gjithë ata që i shërbejnë atij. Edhe e vlerësoj shumë, domethënë, si thua, edhe pse ishe në Itali, ti na ke thënë me fjalët e tua që mendja jote ose si thua, fokusi jot ishte në Shqipëri dhe mezi po prisje që të ktheheshe për të kontribuar në ndërtimin e mbretërisë së Perëndis në Shqipëri. Edhe kjo është një gjë që nuk e shohim shumë shpesh, por e vlerësojmë shumë, si thua, dashurinë tënde për Adeun edhe për Kishën. Dhe kjo është një gjë shumë shumë e mirë. Mua më kanë thënë Ani që po ndaj një foto tani me ty. Kjo foto ka shumë domethënie për ty. Kështu që po të lër ty që të na shpjegosh me fjalët e tua çfarë do të thotë kjo fotografi për ty. Kjo foto është një nga fotot që e kam shumë për zemër. Kjo foto është bërë në fund të jetesës time në Itali, pra. Po isha gati duke ardhur këtej, po ishte një antar, ishte ky çifti që gjatë gjithë kësaj kohe që unë isha në Itali, çdo të diel këto vinin dorë për dorë së bashku. Ishte 94 vjeç i shoqi dhe 87 e shoqja. Vinin dorë për dorë në kish, gjithmonë i shihje bashkë, në çdo vend që shkonin. Shkoshim, merreshim në çdo aktivitet, edhe kjo foto ishte për kur unë isha një peshkop, pra, edhe ishte gati bashkëshorti ishte në fazat e tij të fundit. Dhe ishte një kohë që ai ishte në koma prej 6 muajsh. Dhe mbas 6 muajsh ai u zgjua një natë. U zgjua një natë në orën 2 të natës. U zgjua edhe gjëja e parë që tha është dua të jap një puthje nusës time. Edhe imagjinoj se sa fuqi kishte në mendjen time dhe në jetën time ajo fjalë që ai tha, sepse në momentet e tij të fundit ai kërkoi gjë tjetër vetëm që të jepte një puthje bashkëshortes tij. Dhe një ditë më mbas ai ndroi jetë. Po ishte një dëshmi dhe një dëshmi reale e një dashurie përsosur, domethënë. Ai gjithmonë kishte shumë të meta, ama rreth dashurisë që ishte mes këtij çifti, unë nuk kam asnjë pikë dyshimi. Edhe kjo ka bërë jetën time realisht më të fortë si një bashkëshort dhe më të fortë si një burr i vërtet, domethënë, jo burr në forcë, po burr në dashuri dhe burr në të parë ndryshe dashurinë se sa që ishe njohur më përpara. Duket pak a shumë si ato historitë për allat që ne na thënë si fëmijë, edhe nuk na besojnë ndonjëherë, sepse nuk kurse i shohim shumë shpesh këto gjëra, por unë besoj Ani që Perëndia vërtet të ka vendosur ty në vendin e dur, në kohën e dur, kur ato eksperjenca kanë ndodhur, që ti të mund të dëshmoj ato. Edhe të kam vlerë, si thua, këto janë si vlera për ty, sepse të kanë ndihmuar në jetën tënde më pas. Do të flasim tani për një hap tjetër, si thua, kapitull tjetër të jetës tënde, po mendoj vërtet që ka qenë, si thua, planifikuar nga Perëndia nga fillimi deri në fund, edhe na tregon se si ai është në të gjithë, si thua, fazat e jetës tona, edhe na drejton në rrugëtimin ton. Vërtet. Po. Ajo foto ishte shumë e bukur dhe histori shumë prekse, po gjëja që më bëri mua përshtypje ishte që ti kishe sy për të parë atë gjë, se jo, ndoshta jo çdo kush do ta bënte. Do donim që të na flisje pak edhe për jetën tënde romantike, si u njohe me bashkëshorten tënde me Kristelin, edhe ku e kuptove ti që ajo vajzë do të ishte mamaja e fëmijëve tu një ditë.
Faleminderit për pyetjen që bëni, sepse realisht janë gjëra shumë personale edhe shumë të vyra një jetën time, edhe që kam dëshirë që t'i ndaj me shumë dashuri. Unë me nusën time, pra që jam sot, unë jam njohur që në javën e parë që unë shkova në Itali. Ajo motra ime ishte njohur më përpara me Kristelin, edhe ishin diku le të thuash shoqe, sepse fliste pak spanjisht, se nusja është nga Ekuadori, pra spanjisht folse, në gjuhën e mëmës. Edhe motra ime dinte pak spanjisht, kështu që domethënë u shkuan mirë njëra me tjetrën kështu. Edhe një ditë kur unë kisha ardhur në Itali, ajo e ftoi Kristelin në shtëpinë tonë. Edhe pse realisht ajo shtëpi nuk kishte për të ftuar asnjë, domethënë në sytë e mi, sepse ishte një vend domethënë jo më shumë kushte, le ta themi kështu, domethënë. Por gjithsesi erdhi dhe kaluam një kohë njohje, domethënë s'ishte asnjë intencion, domethënë i keq, s'ishte para asnjë intencion as për t'u njohur, ishte thjesht domethënë një bashkëbisedim, domethënë si je, çfarë pëlqen, gjëra shumë të thjeshta. Normalisht ishin dy gjëra të kundërta, dy pole të kundërta në gjërat që donim, në gjërat që kështu. Por gjithsesi e mendoj që një vajzë shumë e mirë, një vajzë shumë e sjellshme, shumë serioze. Pra ishte ato standardet e duhura, le të themi, për të qenë një bashkëshorte, edhe pse unë realisht në atë moment se kisha këtë sy. Por njohja ime me Kristelin erdhi një javë më vonë e asaj date dhe i thash e ftova që shkonim të unim bowling, edhe pse ajo nuk dinte të luajë, po gjithsesi tha, ok, shkojmë. Unë s'kisha as telefon, as një gjë, se kishim një kompjuter shumë të vjetër në shtëpinë tonë, edhe kështu që e lam, le të themi, për nesër në orën 7 mbasdite. Unë jetoja 40 kilometra larg kësaj, dhe në atë ditë mundonte që të shkosha të merresha dhe makinën nga një shoku im, në mënyrë që të bëja gjithë të rrugë, pra. Edhe shkova mora dhe makinën në shokut tim, edhe ajo rrugë gjithsej ishte 60 kilometra. Ishin shumë faktorë në atë mes. Ishin, sepse unë isha një vend të ri, ose mbaja më sepse një herë kisha shkuar, edhe që mu bën të gjitha bashkë në atë moment dhe zdia ishte shumë i emocionuar. Edhe trafiku ishte shumë i madh. Edhe kozjahtja e rrugës mbajti shumë, edhe nuk e mbaja më mirë vendin se ku ne do takoheshim. Bëri të mundur që unë të shkoj atje 45 minuta me vonesë. Edhe ajo shketa duke më prit mua aty, edhe më në fund shkova. Shkova dhe i thash, Gjo, më vjen shumë keq, po më ndodhen gjitha këto gjëra, dhe më fal. Tash po s'ishte në intencionet e mia që të bëja të prisja. Thjesht ishte një sër faktorësh që bërën këtë gjë. E nëse normalisht në atë moment, domethënë, çfarë mund të ketë menduar janë justifikime. Apo pak kështu e mendoj unë në mendjen time. Edhe nga momenti i takimit në pjesën kur ne do të luanim bowling, ishte diku 10 minuta me këmbë. Edhe ishim duke ecur, duke folur pak. Dhe fakt isha edhe pak në siklet, sepse hapi i parë ishte ai që duhej, pra, domethënë. Por gjithsesi, po mundohej që të bëja pyetje, pra, që të flisje, që ta sepse ishte shumë e ngurtë Kristeli, sepse njeri i ri normal, kështu që s'mund të hapesh direkt, edhe që u mundohej që të fliste, që t'i bëja disa pyetje që të mund të më përgjigjej, pra, kështu. Dhe më në fund arrim në pjesën e bowlingut, ku ne sa do hynim për të luajtur bowling, edhe
unë shoh orën time edhe ishte koha kur unë do të kthehesha që të t'jap makinën shokut mbrapsht. E pa shorën dhe isha s'dje se si t'i thoja. Edhe thash, ngjoj, thash. Më vjen shumë keq. Ke shumë drejt. Të thuash çdo gjë, thash, po më duhet që të iki. Të largohem se kështu. Ajo shkreta s'kishte se çfarë të priste më, domethënë, të kishte kur shkonte më keq në mendjen time, domethënë se si mund të shkonte një takim i parë. Edhe I thash, po gjithsesi thash, mund të shkojmë dhe të ecim dhe ndërsa ecim dhe njihemi pak më shumë. Po do di që atë 20 minuta që ne ecëm atje, me të vërtetë domethënë unë ndjeva shpirtin edhe I fola, unë e kam bërë foljen atë ditë, unë e kam bërë të gjithë foljen, edhe u kam thënë ato që kam ndjerë në atë moment. Ai takim mbaroi, unë nuk prisja më një takim të dytë, sepse si mund ta imagjinoni, domethënë s'kishte ku të shkonte më keq. Dhe 3 ditë më vonë, domethënë I shkruajm Kristelit dhe tham, "Gjo, më vjen shumë keq rreth asaj, domethënë gjëra që ndodhen, por më fal, nuk ishte fare në mendjen time që të bëja gjithë këto gjëra. Ishte thjesht ndodhen edhe më fal, më vjen shumë keq pra." Edhe ajo që më thot mu, kam dëshirë të të njoh më shumë. Edhe sot kur e mendoj pra, nuk e di se sot e di sepse ishte plani I Perëndis, pra, po në atë moment ishte shumë e vështirë që ta pranoja këtë, se thosh se ç'a ndodhi, a kupton? Ç'a ishte diçka që shkoi mirë që ajo don të njohë mua më shumë. Por realisht, domethënë, është si thatë ju, domethënë, është plani I Perëndis edhe nëse është plani I tij, është I pamundur që të jetë ndryshe. Po, ai takim, le të themi, I dështuar në sytë e tu, pas ka qenë I mrekullueshëm, se ja ku përfundoi I martuar dhe me fëmijë. Një gjë që do doja unë të dija është se si komunikoni ju me sukses, duke qenë se jeni dy komsi të ndryshme, ndoshta edhe traditat janë të ndryshme, cili është ai suksesi që e bën martesën tuaj që të vazhdojë të jetë gjallë? Ashtu siç e thash më parë, pra domethënë diçka që ne në Bashkinë Bashkuar, sepse ne ishim komplet të kundërt, pra domethënë në gjërat që ne domethënë na pëlqenin, ajo që na mban të lidhur dhe që na mbajti që në ditën e parë të lidhur, ishte qëllimet kryesore të një familjeje. Domethënë mënyra e rritjes së saj dhe se si mund të shkojë përpara një familje me sukses dhe me dashuri dhe me të gjitha hallet e saj, por të bashkuar dhe për të qenë në një qëllim. Dhe për këtë qëllim duhet punojmë të gjithë së bashku. Por unë mendoj që rolin kryesor në këtë mbarvajtje, domethënë nëse do ta shohim në këtë lloj forme, e ka më shumë burri, sepse është ai që duhet ta japë atë shembullin I parë të ndryshimit. Është ai që duhet që nëse ti e sheh burrin tënd që ai ndryshon, domethënë rreth asaj që ti don, ose ndoshta rreth diçkaje që ai realisht nuk e don, po është duke ndryshuar sepse është në mbarvajtjen e kësaj familje që ta bëj këtë gjë. Atëherë është e pashmangshme edhe që një familje të mos shkojë mbar. Domethënë që janë këto qëllimet kryesore që e kanë bërë të gjuhën tonë të përbashkët. Se ne flasim 3 gjuhë ndryshme aktualisht në shqip tonë, domethënë, por janë këto që
bëjnë ato që na mbajnë. Ja, e që unë jam shumë i njohës realisht që e kam gjetur këtë dashuri. Më bëhet shumë qefi kur po flisje, ajo që më shkon në mendje, nuk e din nëse e keni parë dhe ju, me siguri po është ai trekëndçi i famshëm, thënë që burri dhe gruaja është në bazën e trekëndçit dhe në mes pika që i bashkon është Perëndia. Mendoj që kjo duket që dhe takimi juaj i parë, edhe pse me ato sfidat e veta, më duket se ka qenë Perëndia që ju ka shoqëruar dhe vazhdon ta bëjë gjatë martesës. Gjëja që doja dija unë tjetër është kush gatuan në shtëpinë tuaj Ani, edhe ai pëlqen gatimet shqiptare tradicionale nusja jote? Ne gatojmë përgjithësisht që dhe mu mjepet, domethënë në shumë gjëra, po unë gatuaj, nuse gatuan, absolutisht, neve bëjmë domethënë nga tradita të ndryshme, ne na pëlqen domethënë dhe ta ham sushi për shembull apo ta ham noodles, që i bëjmë vetë, kështu ushqime sudamerikane, edhe ushqime tradicionale, po gjithsesi nuk ka një njëri të saktuar që gatuan. Neve gatuam viu nga puna, nusja për shumë arsye nuk ka gatuar diçka, gatuaj unë, ose ajo nëse ka gatuar, domethënë s'ka një rol përcaktuar askush. Është thjesht domethënë që aty që i vjen përmbar dhe i gatuan. Gatimet tradicionale shqiptare Krishteriut i pëlqejnë shumë. Sepse janë në një familje të largët, le të themi, pak a shumë një lloj me atë mënyrë se si gatuhet edhe në Amerikën e Jugut, domethënë pra në vendin e saj, kështu që i pëlqen kjo lloj stili i gatimit, kjo ide. Dhe pjata e saj preferuar po ka ajo ka dolmat ose japrakët, pra që i themi ne në Shqipëri. Ato janë absolutisht më të preferuarat të saj. Ka zgjedhur ushqim shumë të mirë. Patjetër. Po ajo që më bëri më përshtypje ishte që ajo që ti the, mendoj që kjo është një sukses në çdo familje dhe sidomos në jetën martesore, që nuk ka një rol caktuar, më thënë, ose nuk duhet mbajnë pikë bëra unë e bëra ti, po kush ka mundësi ta bëjë diçka do ta bëjë. Mendoj që kjo është një këshill shumë e mirë për gjithë ne. Me sa duke një punoni shumë, si thua, së bashku, si skuadër, edhe kjo ka rëndësi, domethënë që të kuptoni njëri tjetrin edhe të mbështetni njëri tjetrin në detyra, përgjegjësitë e tyre, përgjegjësitë e tyre që ju keni të përbashkëta, domethënë. Dua të flas tani Ani për profesionin tënd, për punën që ti bën. Na ke thënë që ti je një specialist prodhimi dhe montimi në kompaninë Aluflor, e cila gjithashtu merret me fasada xhami dhe alumini. Tani shumë radhe dëgjojmë që dikush e pëlqen punën që bën. Se ndonjëherë domethënë punën që ne bëjmë nuk është se na e kemi shumë si pasion, e bëjmë thjesht për të marrë rrogën, për të siguruar mbijetesën, por pse do të thoshe ti që të pëlqen shumë puna që ti bën? Po sepse në fakt janë thënë ti që unë i kam mësuar mbas misionit. Para misionit, domethënë, se kisha shumë i qejf të punën, domethënë. Por mbas misionit ndoshta edhe nevojat, pra, domethënë, ndoshta edhe nevojat më kanë bërë të tillë, sepse jam përshtatur me ambientin, jam përshtatur me vendin, por besoj që ajo çfarë mua më jep kënaqësi është që unë fund ditës unë them një sekond, çfarë bëra sot unë? A dhash një kontribut në veten time që të jem një çik më i mirë se sa që isha dje? A dhash një kontribut që do më rrisi mua dhe edhe profesionalisht, por ajo që edhe kjo përgjigje më vjen sepse nëse në punën tënde
ti ke fakte, domethënë pra që e prek diçka që ti e ke bërë me duart e tua, ose pak më kështu e ndjej unë, e ke më të lehtë dhe ta shohësh dhe të shohësh pak atë suksesin që ti ke pasur në atë ditë, në atë vend, edhe pse shumë gjëra shkuan keq, edhe pse u mërzite me shefin tënd apo me shefin tënd, apo shumë veta të folën apo të dolën kundër, por ti atë që bëre në atë ditë ishte gjithçka që mund të bëje, edhe që ti e bëre me duart e tua. Edhe kjo, domethënë, të jep forcë mua të paktën, më ka dhënë forcën që të bëj më mirë se sa ç'bëra sot për shembull. Sot bëra diçka me duart e mia, më pëlqeu shumë, duhet të bëj diçka tjetër. Jo që ta ndaloj. Pra, vazhdueshmëria e bërjes së gjërave më ka mbajtur mua të ngarkuar. Dhe më pëlqen realisht të jemi ngarkuar, se nuk e di pse, ndoshta nuk ndodh kjo në shumë njerëz, po më pëlqen të jemi ngarkuar, se është vetëm mënyrë mund të them që unë mund të përparoj. Se ndryshe nëse do të më lënë te Zoti apo për këto sfida më lënin në rehat, ndoshta do të ishte kaq e suksesshme, domethënë le të themi në thonjza jeta ime. Nëse do kishte këto sfida. Patjetër. Unë mendoj që ti bën një punë të mrekullueshme dhe vazhdo kështu, të uroj sa më shumë sukses në të gjitha arritjet e tua profesionale. Po doja të dija gjithashtu se fakti që ne jemi shenjtor të ditëve të mëvonshme, që jemi ndoshta ndryshe, veprojmë ndryshe nga njerëz të tjerë, si ka qenë ndoshta në punën tënde, nuk e din nëse kolegët tu e din që ti je një antar i kishës, apo nuk e din si ka ndihmuar ty, domethënë që të jesh në një ambient profesional, në ambient të punës, duke qenë një antar i kishës. Të gjithë kolegët e mi e din pra që unë jam një antar i kësaj kishës, edhe mënyrë se si më kanë ndihmuar është dhe një përgjegjësi në fakt, më vete kjo, sepse është ajo pjesa që nuk duhet ta bëj diçka sepse s'duhet të them diçka sepse s'duhet që ta them, apo s'është miq që ta them. Edhe është mirë në një farë mënyrë, por ajo që unë besoj që është më e mirë akoma, është që ti brenda vetes don që të japsh atyre një shembull të mirë. Me aq sa ti mundesh, sepse çdo njeri bën gabime, çdo njeri mund të thotë diçka që s'duhet, apo mund të acarohet më shpejt se sa s'duhet. Ashtu siç më ndodhe mua në punën time, pa në mbrapajtjen e punës gjithmonë, jo personale. Po domethënë, ajo e të dashurit që të jesh një shembull, aq sa më shumë që ti t'jesh e mundur në atë moment, ajo më ka bërë mirë dhe edhe ndikon realisht sot që po flasim, ndikon shumë në punëtorët e tjerë dhe në specialistët e tjerë pra që kemi aty, sepse më shohin le të themi ndryshe, më shohin si një shembull i mirë, edhe pse më shumë pëmeta pra, domethënë. Do doja Ani që të flisnim pak edhe për jetën këtu, jetën në Shqipëri. Tani që po jetoni në Durrës, si e mendon jetën? Do vazhdosh të jetoni këtu? E pëlqen bashkëpunëtoria jote dhe vajza jote të jetuarit në Shqipëri? E pëlqen shumë. Në fakt është një pyetje e vështirë për t'u përgjigjur në këtë moment, sepse neve erdhëm këtu me një plan në mendjen tonë, edhe pse ai plani do të thoja që ishte në vendin e dytë, le të themi, sepse neve më shumë në para se të vinim këtu agjiruam, u lutëm, sepse unë ndjeva diçka që duhet që t'jem këtu, nuk e di pse. Edhe po realisht unë as kesteri domethënë s'deshim që t'ishim këtu. Se gjithmonë e thonim që do jetojmë në çdo vend,
veç Ekuadorit dhe Shqipërisë. Në çdo vend tjetër. Domethënë. Por ja që jam duhet të thënë që Zoti është komplet ndryshe nga që mendojmë ne, edhe nga që duam ne, edhe të çon se ka qëllimet e tij. Dhe pra, ndiem që të vinim këtu, agjiruam shumë fort, edhe u lutëm për shumë ditë. Edhe ndiem që të vinim, edhe pse ne kishim një plan të caktuar, pra ne kemi një plan të caktuar, por në nxitjen më të madhe e kishim që të vinim. Edhe pse ndoshta ai plani pra që ne kemi në mendje, ndoshta mund të mos bëhet asnjëherë. Po nxitja ishte shumë e fortë që ne të vinim. Edhe ja ku jemi, nuk e di. Sa mësimi mirë kjo se si duhet ta jetojmë jetën, sepse po më kujtohesh Lehi tani që ai u largua se mori nxitje nga Perëndia që të shkonte të jetonte në një vend tjetër. Duket sikur është e njëjta gjë, sikur të ka folur Zoti që ti të jetosh në Shqipëri, nuk e di nëse ke kuptuar akoma pse e ka bërë Zoti, po jam e bindur që ti këtu je duke kontribuar në lagjen e Durrësit e antarët, edhe është vërtet vullneti i Zotit dhe jam mirënjohëse që je këtu. Doja të dija gjithashtu çfarë mungon nga Italia, ndoshta ai ka qenë vendi që ti do doje të jetoje, me që Shqipëria nuk ka qenë planet e tua, çfarë ju ka marrë malli për Italinë dhe jetesën atje? Italia për mua ka qenë rritja më e madhe shpirtërore që mund të merr ndonjëherë, sepse ishte ajo rritja edhe përshtatja, besoj unë, e njeriut në atë vend që shkon, i jep atij një forcë të jashtëzakonshme, qoftë edhe në Ungjil. Unë kam një episod shumë të përzemërt në mendjen time rreth Palit, domethënë apostullit Pal. Pra, edhe unë mendjen time e konsideroj kështu dhe e shoh kështu që atë Palin e morën në intervistë, pra, edhe i thanë Pal, po si ka qenë, domethënë si ka mundësi që je kaq i suksesshëm në kthimin e besimit të njerëzve, domethënë. Sepse ishte shumë i suksesshëm Pali në punën e tij si misionar, pra. Edhe kjo përgjigje e Palit më ka ngacmuar gjithmonë. Jo ngacmuar për mirë, një ndime që thot që unë shkova në Romë dhe u bëra si romakët. Shkova në Maqedoni dhe u bëra si maqedonësit. Dhe shkova në Athinë dhe u bëra si grekët. Do më thënë që në mënyrë që ti të marrësh diçka nga një vend apo nga një institucion apo në çfarëdo lloj gjëje tjetër që ti të shkosh. Në qoftë se ti nuk përshtatesh me atë kulturë, me atë gjë që ato kanë, me qeshjet që ato kanë, me batutat, me mënyrën si ata i thonë këto shakat, me mënyrën se si ata e jetojnë jetën e tyre. Nëse ti nuk bëhesh pjesë e tyre, atëherë do ta shohësh gjithmonë si një vend të huaj. Unë mund ta them në plot gojën time që unë në Itali jam ndjerë si në shtëpinë time, nga të gjithë këto njerëz që unë kam takuar, nga të gjitha shpirtat mrekullueshëm që kanë ndikuar në jetën time për mirë në Itali. Domethënë, unë akoma dhe sot unë kam një nostalgji shumë të madhe për ata njerëz dhe për Italinë. Dhe ndryshimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i madh në atë vend. Edhe pikërisht kjo gjë pra që dëshira për të qenë ndryshe nga kjo, jo që ta harrosh kulturën tënde, s'ka të bëjë me harrim ose me harresën e kulturës, thjesht duhet që të përshtatesh më shumë. Edhe nëse do të përshtatesh, do të shohësh mrekullinë jetën tënde. Dhe unë realisht këto mrekulli i kam prekur. Pas ke bërë e dur të them drejtën, sepse ndonse dikush mendon që do ishte më lehtë që ti të shkoje në një vend të huaj dhe të bëje, si thua, të sillje kulturën tënde dhe të ndryshoje kulturën e atyre. Edhe ka ndodhur shumë, si thua, sfida të tilla ku shumë njerëz nuk janë përshtatur.
por unë vërtet që e mbështes mendimin që ti the, që gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë është përshtatemi me vendin, me kulturën e tyre dhe t'i respektojmë të gjitha traditat. Ndonse ato nuk janë traditat tona personale, ato që jemi i rritur, ne duhet jemi mendje hapur dhe duhet si thua të përfaqësojmë të gjitha këto gjëra të ndryshme, se kjo është bukuria e jetës, besoj. Unë tani do ndaj disa fotografi dhe besoj se do i bëj pak a shumë njerëzit që t'i vi uria, sepse një nga gjërat që ti na ke thënë Ani, bashkë me bashkëshorten tënde, është që ju pëlqen që të bëni torta për ditëlindje, për festa të ndryshme. Dhe unë i kam parë këto foto dhe të them drejtë më ka pëlqyer shumë. Edhe doja të pyesja që ku lindi kjo si një hobi apo si ide, dhe a keni menduar që ta hapni ndonjë biznes për torta? Faktikisht e kemi menduar dhe para se të vinim në Shqipëri, pra domethënë ishte një nga planet që ne do të bënim atje, pra që të hapte Kristeri një bakery, pra një pasticeri, edhe që në mënyrë që e mund të bënte, fillimisht do ta hapte në shtëpinë, domethënë që të bënte gjëra për njerëz me telefon apo sipas kërkesave, pra domethënë, por ishte diçka në mendjen tonë që thoshte po, do ta bëjmë këtë gjë. Edhe nga erdhi ky, në fakt, me thënë drejtën, unë me Nusen jemi në bërjen e tortave, jemi domethënë që ajo është me pjesën e ingredientëve, unë jam ke pjesa e dekoracionit, e bërjes pak domethënë le të themi në perfekcionimin e saj, pra në sy, ose qoftë në sëdi, po në formë, kështu jam unë ai që e bëj këtë formën. Domethënë kemi gjetur njëri tjetrin, sepse ajo është shumë perfekcioniste, le të themi, në duart e saj, pra është shumë me kreativitet, ama domethënë janë disa njerëz që e kanë kreativitetin, thjesht i duhet një njeri tjetër për ta perfeksionuar. E kupton, domethënë është kjo. Është aftësisht shumë e bukur kjo. Dy shefa në një shtëpi dhe bëjnë gjëra të bukura, vërtet ju komplimentoj, sepse është si thua, të shijon më shumë nëse bën vetë, sepse po të shkosh ta marrësh në dyqan, domethënë nuk është se do ketë ndonjë shumë vlerë të madhe, po shumë gjë e bukur. Dhe mund t'ia tregoni dhe fëmijëve tuaj që me aftësitë që ju keni, me talentet që Perëndia ju ka bekuar, ju mund të bëni këto gjëra të bukura së bashku. Na ka thënë gjithashtu që diçka tjetër, një talent i joti është këndimi. Unë nuk e dija këtë, se po ta dija do të kisha dhënë një si tip detyre për të na kënduar në podcast. Po mund të na thuash si ka lindur kjo si dëshirë, edhe a ke praktikuar, ke patur mundësi që të këndosh? Me sa më kanë thënë, për që modest, domethënë, më kanë thënë që kam zë të mirë, kam kontribuar, pra kam këtë kënduar edhe këngë të FSY-s që u bë në vitin 2017, 2016-2017. Jam në 3 këngë aty, edhe ky moment ka qenë domethënë le të themi e vetmja mundësi që unë kam pasur për të praktikuar në një formë profesionale, le të themi, zërin tim. S'ka pasur një moment tjetër në jetën time që e kam ushtruar pra këtë si dhunti. Por në atë momente kam dashur gjithmonë që të këndoj, më pëlqen shumë muzika, dhe realisht domethënë është një pjesë shumë e madhe në jetën time, domethënë edhe në mbarvajtjen e ditës time realisht duhet të jetë dhe muzika aty, domethënë duhet të jetë në një pjesë të ditës time dhe muzika patjetër. Edhe kjo ajo ka bërë gjithmonë në mendjen time që unë mbaj mend tekstet, domethënë që këndohet nga Ed Sheeran apo John Legend, edhe domethënë i përsëris në mendjen time, i mësoj edhe i këndoj, me sa duket rezulton e bukur në
në veshin e njerëzve. Edhe po, kjo do. A ke kënduar ndonjëherë bashkëshortes ti këto këngë romantike? Po. Po. Sa mirë. Do doja tani që të kalojmë një temë tjetër. Ti ke shërbyer si peshkop, edhe ke thënë që kjo si thirrje ka ndikuar shumë jetën tënde. Peshkop në një lagje në Itali, na trego pak pse ka pasur kaq shumë ndikim kjo thirrje për ty. Thirrja ime si peshkop erdhi në momentin kur me të vërtetë isha më shumë në nevojë, domethënë shpirtërisht, sepse ishte një fazë shumë e lodhur në jetën time, isha shumë i lodhur, i ngarkuar pa fizikisht edhe shpirtërisht, sepse s'po shkonin gjëra të mirë pra në jetën time. Edhe Zoti për të më lehtësuar më dha një bardh më të madhe. Por dash për shaka këtë bardh, por realisht domethënë ardha e këtij momenti, domethënë ardha e kësaj thirrje në atë moment jetës time ka qenë domethënë bekimi më i mrekullueshëm që un kam eksperiencuar ndonjëherë në jetën time, sepse erdhi pikërisht në momentin e duhur, sepse unë më shumë ti kisha nevojë që të kem këtë empati me njerëzit, që të ndjej hallet e tyre, edhe të mos mendoj më rreth halleve të mia. Edhe besoj që se një peshkop këtë bën, domethënë, duhet të ngrej atë që është poshtë, duhet që të zgjasë dorën edhe kur ai vetë realisht ndoshta mund të jetë keq, por zgjatja e dorës së tij është një bekim në familjen e dikujt. Edhe pikërisht ishte ka ndikuar edhe aty që kam fituar më shumë ti këtë empati pra rreth halleve të njerëzve edhe në njerëzit që kanë nevojë. Është në atë moment. Unë gjithmonë kam qenë një njeri i mirë në zemrën time, gjithmonë ndjeja dashuri për njerëzit. Ama thirrja si një peshkop ishte një bombë, një eksplozion në shpirtin tim. Ishte gjithmonë ajo çfarë unë kisha dëshiruar, pra domethënë që realisht që të përpiqesha që të ndihmoja dikë, që të bëja dikë të lumtur, që të merrja dikë në telefon që kishte nevojë, që të ngreja dikë që ishte i ulur. Edhe nuk janë një sër faktorësh që në mendjen time e kam bërë këtë thirrje të mrekullueshme, pra dhe që në jetën time të ka ndikuar shumë për mirë. Është e mrekullueshme të gjithë të përjetime në moshë kaq të re. Një gjë që doja të dija, çfarë të ka mësuar Ungjilli i Jezu Krishtit tani si një kryefamiljar dhe bashkëshort në rolin tënd për të pasur një familje të shenjtë por edhe të përjetshme në Perëndi? Ungjilli i Jezu Krishtit ka mësuar në jetën time që e të qeni një krye familjar, pra një burr në shtëpi, është të jesh një dëgjues i mirë, një dëgjues në problemet e shtëpisë tënde, një dëgjues në problemet me gocën tënde, nëse ajo ka një nevojë, apo edhe pse edhe pse vajza ime është shumë e vogël, është 3 vjeç e gjysmë që unë e dua jashtëzakonisht shumë, por e të qenit, edhe në fakt më vjen në mendje edhe se si Zoti ka krijuar pra gjithë këtë jetesë mashkull, femër, edhe për të qenë të gjithë të dy së bashku, është që Zoti e krijoi femrën, i mori një brim mashkullit edhe e bëri atë
si që një femër nuk i mori një kock nga këmba, për shembull. Nuk mori një kock nga këmba që t'jetë më poshtë mashkullit. Nuk mori një kock nga koka që t'jetë sipër mashkullit. Por mori një kock nga brinja e majt, në krahun e zemrës. Në mënyrë që ti mund ta duash atë. Dhe pak më poshtë krahut që t'jetë e mbrojtur. Dhe kjo filozofi në mendjen time e bën shumë bukur këtë jetën bashkëshortore, edhe këtë çfarë unë gjilli në jetën time dhe në jetën familjare ka ndikuar në mua. Janë këto mësime pra që unë kam marrë. Është e vërtetë që Ungjilli i Jezu Krishtit t'i jep fuqi dhe t'i jep kuptim të plot të pasurit një familje të shenjtë, por edhe të përjetshme. Dhe ndërsa po shkruaja këtë foton që ju keni dalë të tre në tempull, edhe po mendoja që kjo është qëllimi i jetës, është që të jemi së bashku si njësi familjare, si bashkëshort pra, me fëmijët tanë, edhe aty është përjetësia, aty janë bekimet të përjetshme që Perëndia ka rezervuar. Edhe jam shumë i lumtur për ty, Ani, dhe për familjen tënde që ke krijuar kaq të bukur. Edhe para se të bëjmë ne pyetjen e fundit, unë doja të pyesja, sepse e di që je një shembull tepër i mirë i të kapërcimit, dhe ndoshta të superimit, të sfidave të ndryshme, dhe ndoshta dhe dobësive që ne hasim në jetën tonë. Me fjalët e tua, çfarë mund të na thuash, çfarë ndikimi ka patur Ungjilli i Jezu Krishtit në jetën tënde për të përparuar këto sfida dhe dobësi? Siç e thatë, domethënë, unë jam shembulli më perfekt i të pasur i dobësi. Por ajo që mua më ka ndihmuar për t'i kapërcyer këto dobësi, qoftë shpirtërore, qoftë dobësi fizike, apo çfarë do lloji që dobësish. Janë këto dobësi që jetën time të mëparshme e kam bërë të mjeruar faktikisht. Ndërsa sot këto dobësi janë duke bërë jetën time në një farë mënyrë më të bukur. Sepse jam duke u përpjekur jo që ti ndryshoj ato dobësi, jo që dobësit të bëhen më të mira, por që unë të bëhem më i mirë dhe unë të ndryshoj në mënyrë se si unë i shoh këto dobësi. Nëse është një dobësi shpirtërore, pra domethënë që ka të bëjë me diçka shpirtërore, unë duhet që të ndryshoj i pari, domethënë në mënyrën se si unë e shoh këtë dobësi, dhe jo të ndryshoj dobësia në vetvete. Edhe kjo formë e të menduarit në jetën time më ka dhënë forcën për t'i kapërcyer këto dhe për të thënë, okay, unë s'jam i kualifikuar për të qenë një misionar, por unë do përpiqem me gjithë zemrën time që ndihmoj njerëzit. Unë s'jam i kualifikuar që të jem një peshkop, unë do bëj më të mirën time që të jem një peshkop. Unë s'jam i kualifikuar që të jem një baba, unë do të mësoj që të jem një baba. Edhe në të menduarin kështu, në jetën time ka ndikuar shumë për mirë. Edhe më ka bërë që të superoj të sfidat. Dhe që kjo është një filozofi shumë e bukur të parit jetës. E di çfarë më bëri teksa ti po flisje, më bëri të mendoj për atë vargun e famshëm që është e Etheri 12, vargu 27, dhe do doja ta lexoja me që kisha shkrimet tu afër. Dhe thot, dhe nëse njerëzit vinë tek unë do t'u tregoj atyre dobësinë e tyre. Unë u jap njerëzve dobësi që ata të jenë të përulur, dhe hiri im është i mjaftueshëm për të gjithë njerëzit që përulen para meje. Pasi nëse ata përulen para meje dhe kanë besim tek unë,
atëherë unë do të bëj që gjërat e dobta të bëhen të forta në ta. Dhe realisht mendoj që ti shumë mirë e ke bërë këtë gjë, më thënë një mbështetje te Zoti dhe këto dobësit janë bërë të forta në ty. Ani tani ka ardhur, mua më pëlqen shumë kjo pyetje, sepse ja bëjmë çdo të ftuar edhe duket sikur është thelbi i gjithë emisionit ton. Do doja dija për ty çfarë do thotë që ti je një shenjtor i ditëve të mëdhenshme. Për çdo njeri mund të jetë ndryshëm në fakt. Mënyra se si ai mund ta konceptojë dhe mund ta shpjegojë këtë fjalë, por unë besoj që të qeni një shenjtor i ditëve të mëdhenshme duke parë nga eksperienca dhe çfarë kam unë të kaluar, është që ti të mos rrestesh asnjëherë duke ndryshuar. Sepse nëse do ta bësh këtë gjë, atëherë ashtu si vargjet thonë në doktrinën e beslidhjes, ajo priftëri që do të pikonte mbi ty, ashtu sikurse vesa nga qiejt, pra domethënë nuk do të ndodhë. Dhe imagjinoni domethënë nëse vesa nuk bjen një ditë në tokë, çfarë ndikimesh ka. Ka shumë ndikime marramëndse në jetën e mbarvajtjeve të luleve, ka shumë të bëj shumë me mbarvajtjen e gjithçka që ne kemi në këtë planet, ajo vesë që bjen. Dhe imagjinoni nëse nuk do t'i merje atë bekim, atë forcë që ajo vesë ka, domethënë pra në një formë metaforike jam duke thënë këtë tani vesë nga qiejt, po domethënë imagjinoni sikur ato bekime nuk do të vinë në jetën tënde dhe nëse vjen një re në çdo njeri ardhje e bekimeve, ose të paktën në jetën time, ardhje e bekimeve vinë më shumëti në momentin kur ti je duke u përpjekur më shumëti për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Ndoshta nga që ti je duke u përpjekur që të pendohesh më shumë, je duke u përpjekur që ti jesh një njeri më i mirë se sa që je atë ditë, je duke i dhënë një puthi më shumë bashkëshortë se sa ç'po i jep, je duke i dhënë një mësim dikujt që ndoshta s'e kishe planifikuar. Edhe besoj që kjo mosrreshtja e të ndryshuarit çdo ditë për të qenë më të mirë do të na kualifikojë ne si njerëz, ose të paktën sipas mendimit tim që ne të mund të marrim atë bekim të posaçëm që Zoti edhe Jezu Krishti biri i tij pra kanë përgatitur për ne të gjithë. Faleminderit Ani për gjithë kohën tënde dhe për gjithë mësimet e vëra që na dhe. Unë shijova shumë bashkëbisedimin me ty edhe vërtet e vlerësoj thjeshtësinë që ke, pjekurinë dhe gjithë sinqeritetin dhe gjithë besimin e fortë që ti ke. Je vërtet një shembull shumë i mirë. Faleminderit. Faleminderit ju, sinqerisht, dhe faleminderit për kohën që u patët. Jo vërtet ishte një kënaqësi. Ishte shumë një histori e bukur e jetës tënde, që besoj shumë do frymëzohen duke parë atë, edhe çfarë më bëri mua përshtypje është që prej asaj që u mora, është që rrugtimi jot nuk ka qenë i lehtë, e dim këtë, edhe Perëndia të ka drejtuar ty tek si thua, tek vendi ku ti je për momentin, edhe di që ai do të bekojë ty dhe familjen tënde që të qëndroni të lumtur, të bekuar për çfarëdo lloj gjëje që ju keni nevojë. Por edhe që të ka bërë ty, si thua, si një burr të denj të Perëndisë. Edhe kjo është ndoshta qëllimi i jetës, është që të bëhemi sa më të mirë dhe të marrim këto mësime në jetë edhe të përparohemi. Kështu që të falenderoj shumë për shembullin tënd edhe për besimin që ti ke. Faleminderit ju, sinqerisht. Okay. Faleminderit.
Po, falenderojmë dhe njërë të ftuarin tonë Sabrian Cani dhe ju miq të dashur që ndoshit këtë episod të 50 të podcastit Shenjtorët e Shqipërisë. Ju ftojmë që të na ndiqni në episodet që ne publikojmë çdo javë në kanalin tonë të YouTube, Spotify dhe Apple Podcast. Mos harroni të na bëni dhe subscribe. Nëse ju doni të merrni pjesë këtu së bashku me mua dhe me Nider, na dërgoni një mesazh në rrjetet tona sociale ose në emailin tonë sheshpodcast24@gmail.com. Ju falenderoj edhe një për vëmendjen tuaj dhe mirë takofshim javën tjetër me një të ftuar të ri. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim.